Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur. Ky shesh, si duket përjetësisht, do të jetë i tillë, ashtu edhe siç është quajt në Pellazgin dhe Ilirinë e Vjetër. Odeon, ku flitet bukur, ku flitet mirë, këndohet bukur, ku njerëzit dëgjojnë gjëra të bukura, nga personazhet që na vijnë anë anës. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi mysafire një dëshmitar historie. Dhe këta janë të jashtëzakonshëm sepse dëshmojnë historinë për ta përcjellë në gjeneratat që vinë. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja nderuar Kaçusha Jashari. Zonja nderuar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesë. Faleminderit që pranove me ardh, kam prit goxha. Kam dëshirë shpesh t'i ftoj dëshmitarët e historisë, ata që kanë qenë edhe protagonist, edhe dëshmitarët e historisë, siç është puna juaj. Zonë nderuar, një ditë e në një kohë të caktuar historike, ky vend, ky dhe, ky popull e kanë thirrë bujshëm emrin tënd. Ky vend e ky dhe në ato momentet ka njohur edhe vazhdon të njohë si një kryetarët këtij vendi, kryetarë Unë kur më thot dikush, po them ish. Në këto funksione, jo të gjithë përjetshëm, goxha shumë luftë bojnë me nejt gatë. Juve aktive, po, shumë vite, po në qatë vend shumë gjatë s'ke qëndru, veç në qatë vend o konë bujshëm, goditjen nga të gjitha anët dhe me vështërsi edhe. Po, sa interesant është, aqë na tingëllon gjatë, si kur të ishin 2-3 mandate nga se historia ndodhe aty, një pjesë e historisë tonë. Është e vërtetë, edhe matë në ben, edhe mu më bje men ajo kohë, po nuk mendoj shumë për kaluarën, po analizoj çka po ndodhë sot dhe çka do të bëhet nesër, prandaj nuk jom aktive, se e kom edhe arsy, se i kom edhe do vjetë dhe është koha për një stri, për angazhime të reja, po nuk jom indiferente, po lexoj, po mësoj, çka po bëhet e qysh, mendoj se është mirë, për ndryshe jom shumë optimiste. Edhe s'ke qëndru indiferente, që është të vërteta, por populli të njeh kryesisht për atë pjesë, bujshëm për atë pjesë, po pak i njeh këto pjesë të tjera të jetës tënde. Kur e mendon kështu, si e kujton fëmirin? Ku ke kaluar, në për cilat vende? Po, shpesh edhe më pyesin kur ke fillu me u marrë me politikë. Unë faktikisht si o marrë kur me politikë, po politika ka njerë... është marrë me ty gjithmonë. E kom kështu për veti kur mendoj çka kom bon të kaluarën, vetëm kur po më pyet dikur, se kështu vetë jo, se punoj punë tjera, relaksuse, jo më morë me ato. Unë mirëna edhe me piktura, mirëna edhe për me dosare tjera, shkrimet, kapak. Prandaj, si fëmijë, jom nga një familje cila ka ndikuar shumë në krimin e personalitetit, jo vetëm temën, po edhe vllazënve, se na 3 fëmijë kemi qenë në familje, unë e para dhe 2 vllazën, e kom tashti vetëm një, cili është më i vogli, vllau mes neve ka pas një aksident edhe nuk është mo edhe ka ndru jetë shumë i ri. Prandaj, mendoj se familja është ajo që ndikon në krimin e njeriut. Me siguri është karakteri në pyetje, po edhe është edhe diçka tjetër, harmonia familjare, po mendoj se është shumë me rësi, edukimi familjar. Unë e kom pas familjen shumë interesant, baba shqiptar, musliman, nonën malazeze, ortodokse, edhe në shtëpitë e na është përzjedhë gjuha, herë kështu, herë ashtu, kom pas edhe një rast edhe me pa në shtëpi, shpesh, jo një rast, 3 plaka, gjysha eme shqiptare, nonën e vetë thirke, ajo malazeze, gruja migjës turke, Prishtinës, të 3 plaka, ulshin bashk, keshin, pishin kafe, çaj, as njona gjuhën tjetër si jo. Nuk ja kuptoj. Jo, e që marrë vesh, nuk i di.
Po, keshin edhe najtë që shmish ka po bojnë. Paka Te shumë- 3 plaka, shumë interesant. Ka shumë pja atmosferë. Po Ni- më që jemi të ni- familja, Po, a Halil Fejzullahu, i Po. ndëruar që e njohin shqiptarët gjithandej, një jetë, një ideal interesant, nonna Malazeze. Ku njohen ata? ata kanë qenë si partizan në kohën e luftës dytë botërore, partizan. kanë qenë partizan edhe nona edhe baba ju njoftu në atë kohë në luftë, edhe mas andej mas luftës me njerë me 25-ën jonë martu, edhe me 26-ën unë e Me linda. 26-ën, Unë fëmijë i e parë linda. Kaçusha, E linda. edhe Kaçusha kemi përdorë përveç që të kemi thirrë. Po. Në 88-ën, aq shumë 89, Kaçush Kret Kosova këtu me ty e këto gjëra, në realitet pastaj është përdorur si slogan bildem, edhe Milajm Zeka shumë vonë e përdor ke fjalën Kaçusha si Kaçusha Jashari, kur u gjujshim në luftë me serbët. Ata kanë lënë emrin pikërisht për këtë? Emnin ma ka ndonë mas luftës ka qenë aktuale, me siguri gjendja edhe mas i kanë qenë ata të dytë luftetar kundër fashizmit, atëre raketa e parë ka qenë Kaçusha. Edhe ka qenë shumë interesant, nona më thoj ke kom lutë zotin me lind qik, se baba tha që fëse lind djali a qes mi emnin partizan. Partizan. Qashtu që ajo nuk ka qenë, une nuk jam për emnat fëmive që lidhen historinë vetë. Se fëmijët e mi nuk kanë pas që ato emnat, kom vajzën të utën e kom Norën, emnat krejtësisht... Jo, Allah se pas ke lidhë historinë hiç, të uta është mbretëresha, jo, Nora Kelmen. Më kjezon keq, se ka qenë aktuale shumë të uta, edhe ka qenë konga në të kohë. Të uta bashkë kur ka linë. A Nora ka qenë një dramë, dikun e ka po nona jem, interesant. Nora bashkë. Nora, një dramë, edhe ajo tha, a bon edhe une mu përzi për emnin e vajzës, se kom di që një qika, thash po, Nora, edhe nga pëlqej shumë, edhe e kom qyrë një dramë, edhe qashtu që emnat janë, edhe të ashtin Nora, kur shkojmë në Shqipëri, jonë do kojshi, shumë për Nora Kelmendin, shumë jonë dyqysh të gëzum kur e thirin Nora, se është një emën... Po mirë, po kjo Kaçusha raketa, a dishin që një ditë ka mu bo bashkë si raketë, se një ditë na erdhe, kështu në jetën tonë si raketë erdhe, kështu. Nuk e di, ajo, unë e vetëm e di një sens që nuk e kom pasë një karierën politike, po më njohin si politikane, a nuk kom pasë. Jo. Shkollën fillore gjithande e ke krya? E kom kry shkollën fillore në shumë vende në Kosovë, se na ka lëviz baba me punu? Babës, ku ka lëviz me punu? Kom fillu shkollën fillore në Pej, klasën e parë. Klasën e dytë dhe tretën e kom kry në Dardon, ish Kamenic, 4-ën edhe 5-ën në Giljan, 6-ën në Prishtinë, 7-8 në Giljan, masën dhe shkollën e mesme profesionale normale në Prishtinë. Une, pse kom arë deri të që më njohin si politikane, une gjithmonë kom pas një edhe nevoj, po edhe dëshirë me shprej mendimin tem. Edhe shprej e lirshëm. E lirshëm, shprejshë se nuk kom pas, edhe edukimin kom pas që në shpi kemi qenë të gjithë barabartë. Nuk ka ndodhë për shembull për parësi me pas djemët vllazën se une, se në shpi në kanë trajtu njësaj. Edhe sot muj me një dikon, mos e ngucë djalin, mos e le djalin. Te na për shembull ajo nuk ka ekzistuar dhe mendoj se nuk është mirë ashtu, se e bon një farë diferencimi gjinor. Teknike? Shkollën e mesme teknike. Këtu në Prishtinë? Në Prishtinë, po. Atëherë ka qenë 19 nëntori? 19 nëntori, ka qenë gjenerata e parë. Unë kom qenë gjenerata e parë, edhe kemi unë kom kry 2 vjetë në të objektin e vjetër ku është ashtë i arkivi i Prishtinës. E masën dhe kemi kalun këtë objektin e ri atëre ka qenë ku është ashtë i shkolla e mesme Adem Ahmet Gashi. Po,
Ju pastaj keni punu në atë shkollë dhe si profesoresh, apo kam gabimuar? Jo, nuk ke gabim, 1 vjet kom punu si Një vjet profesoresh. se kur absolvova në Beograd në fakultetin e ndërtimtarisë, O ktheve në shkollën tënde si Jo, më profesoresh. kthye aty së më kantire dhe kom ndonë mësim 1 vjet. Po ku më dhu prej Ferizojt, kom pos e vështirë, vështirë. po ka pas pak profesora në atë kohë u dufke me mbulu angazhu profesionalisht. Unë kom kry të gjitha shkollën gjuhën serbokrate, A të gjitha? të gjitha. Edhe fillorën edhe të mesmen? Edhe fillorën të gjitha, arsyeja ka qenë se kemi lëviz shumë, prej Beogradit kemi orë në Pej, atje e regjistrova edhe gjuhën kom ditë ma shumë gjuhën serbokrate, për shkak nonës, cila ka qenë shtepjoke dhe të nejtë me to. A pse nona nuk u punësu, nuk e shfrytëzoi atë privilegjin e... Jo, nona... e partizanës? Jo, nona ka punu mas luftës me njerë, kanë qenë do trajnime, ajo ka qenë e mirë, kështu është gru pa me shkollë fillore, po gruja cila ka lexu shumë edhe ka mujt me punu, po ka pas problem vllau mas meje, që me shëndet problem serios, që mjeku ka thonë unë zbesoj që shpeton. Edhe nona kalon punën për me shpetu vlaun edhe ka arrit. Atëherë keni mbet në edhe ajo ka mbet, por ka po qef gjithmonë me punu, po ku do punët mas andej... Po ju ka përkushtu juve pastaj? Jo, neve, po, edhe një djallë mas andej Petritin. Veç ta themi, fëmiu I tretë është Petrit Feyzullahu, po. Njën nga handbollistët më të mirë që I ka pas Jugoslavia atëherë, dhe është shpall handbollisti më I mirë në lojra olimpike. Po. Një krenari për neve, kështu. Po. Fotografi